i kërkohet vi të ballafaqohet, refuzon. Po pse refuzon? Sepse del Hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij në Surel. Nuk justifikon dot kur 225.000 metër katror tokë në Gjipe, pas një dokument kadastral, pas një dokument konfiskimi, me falsitet. Pra të gjitha këto, kërkon të e perde ju, talët me ju, talët me shqiptarët, merë daullën, i bje daullës, gjën dhe Nojzin, me Lamborghini Nojzit, po Lamborghini Nojzit nuk është pensione, Lamborghini Nojzit nuk është roga, a i takzoj, po që pun ka pensionisti me te, apo si ta mashtroj, po që pun ka smuri që vdes për ilaçe. Historia ka qenë hidhur, edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Çfarë mendon ky shqiptar? Poni mua. Qenje primitive, njerëz të papërgjegjshëm, njerëz që mund t'i mashtroj. Kur në kurës nuk janë të tillë shqiptarët. Nuk janë të tilla gratë, nënat, motrat, vajzat tona. Ndaj dhe 11 maj është dita e qytetarit, është ora e vërtetë e tij, e me xhurisë e dignitetit, e krenarisë tij, e shpresës besimit të këta ardhmja. Votoni njëshin, të gjithë jemi njësha, rrofsh ju, rrofsh Peqini, rrofsh Shqipëria.